E këta ishin opozitarët apo kryen punën e vetë opozita për ty ga shkurtimisht? Po bre, prandaj pa kur farzori a çka ke mi dhon sikleta o kiameti u bo, kjo është këtë normale. Dy emra i propozoi Dauti. Shumë mirë, une kretë këtë pjesë e shoh, ajo, po tash, megjithatë, kjo është edhe ajo beteja politike që bëhet. Për dallim prej ngurësisë edhe rigiditetit të PDK-s edhe LDK-s, jo unë s'votoj se s'ban munësh, kërkush nuk ta nxen për të madhe në sensin ligjor dhe nuk po ban vepër penale, se munësh. Por korekte etike, njerëzore, politike, për me lyp konsenzusin, nuk munësh se del hipokris, munësh me thonë, konsenzual, po unë s'votoj ato. Se kërkush nuk të vete, Alis dëshira shkallon. Po kur ta ban që është e boni Dauti, zote Haradinaj Junior, edhe Ramushi, zote Haradinaj Senior, thush, jo, neve, Po dika tjetër e po votoj. mendojmë që këta se janë konsenzual, i kemi na do që mendojmë që janë konsenzual, s'po qotaj me thonë votom në ati me kadrijën tem. Qështa Halili ma herët, pëse s'po e votoj një tjetër partiz. A i po thot ju jenë, po na mendojmë që ata edhe kishum pos malet me votu. Pra ndaj unë e mendoj që një qëndrim, si AK-s, është qëndrim shumë maj përafrushum për ato shka quajmë kompromis politik. Okej, Unë mendoj se Shala? qëndrimet edhe ty në partive tjera kemë vetëm se s'patën emra. Ata vestan kandidatin, ishin kundër kandidatës Albulena Haxhiut. Fakt, Gruda, një ditë ma bëri, kur ishte Albulena, përparim Gruda, jo Zenullah Gruda, i ndjeri, po, përparim Gruda, ma bëri tha, se cili emër që vjen nga vetëvendosja për neve është i papranueshëm. I thashë, po shkat nëse është nga partia juaj politike, tha është i papranueshëm. Po mirë, ato ka thonë Gruda, po sa të nemi tha pak më ndryshe, ajo Hykmetja tha... Se dia e kemi atë moment, po? Në përgjithësi ke një qëndrim i opozitës ke i qartë, dhe më thonë, në rënë e kandidatin, edhe atëherë po him po votojme. Tani mujmë, tani me folë. Jo, s'ke i qartë. Po. Emra s'patën, Po jo, ku s'ke emra s'ke alternativ. Qëtë kandidat që ban gabim ajo se ti po lyp kompromis, ati e bashkë qaj që s'po ban kompromis. Po mirë dhe që le të... Ti kite drejt të dush, si pas mendimit tem politik, unë e mendoj që që jam i propozum, nga ana jote nuk unë flen mu në dëshirën teme, vullnetare s'ta votoj. Po qush me thonë, natyrisht, ai mundet tash me ndu me qitë Gjelolin. Ta zonë, po prapë që votuj. Se kjo ashiqare do të rendën në shoshni, në politike, dhe të kuptohet. Ministrat që kanë shohë në të ditë, nuk ja voton kuvendit Kosovës. Kote ko. E qëtë Fikrim Dankan. Jo, mare, po që... Drejtëm da thonë une... Drejtëm da thonë une... S'ma po prizrenë. Shiko, une patkeqen e kërkujt nuk i nënqmoj asë një njëri gjallë, mi kitë dhej. Sober punë në shpimi. Po dikush është për politik, e dikush s'është për politik, dikush është për revolucion. E valla në demokraci parlamentare, e një shtetë të jentum ka vlerat e përbashkët evropiane, perëndimore, do më thonë, nuk ka me pasë revolucion.